cili do të jetë interpretimi, cilat do të jenë, të themi, pasojat, si do të interpretohet kjo në publik, si do të duket nga që opinioni. Varet nga kush në publik. Ata do doj që ne në një shoqëri demokratike të ishim ata që ja interpretojmë publikut çdo lloj veprimi, por nganjëherë ndrojnë rolet, varet nga lloji demokracisë edhe tek renditja tek reporterët pa kufi. Po tash a din që varet ideja e kësaj tash nuk kështu i hovit të madh të kritikës ndaj vetëvendosjes edhe ndaj partisë e cila ka qenë në pushtet, varet një interpretim dhe dy, natyrisht jemi demokraci dhe ka konde të ndryshme të mi pa gjonat, por mendoj që në qoftë se vetëvendosja vendos mos shkoj në takim të presidencës, atëherë nuk bëhet pazari pa angjit. Nuk ka kuptim edhe s'ka logjike dhe s'ka kurfar produktiviteti në takimin e dytit, tretit, katërtit, pestit e kështu me radhë në takim, kurse ki kryesorin aty. Dhe kjo natyrisht nuk e nxjerr vetëvendosjen jo bashkëpunuese, por e nxjerr si diçka si vendim strategjik i vetëvendosjes për të mos marrë pjesë në ta themi kështu në tubime apo në mbledhje të cilat shfryzohen vetëm për të komplikuar dhe për ta bërë lëmsh mazi. Kjo natyrisht në opinion publik nuk është që mund të ketë ndonjë ndikim, pasi nuk është, si themi kështu, hera parë dhe sigurisht nuk jetë e fundit për të shfryzuar çfarë do të qoftë veprimi, se lëmu veprim edhe i mirë. Nëse për një pjesë të saktuar dhe ka pas të mirë, i vetëvendosjes që pa ju nxjerr ndaj bisht apo pa u kritiku pa mos edhe pa kanar vetëvendosja për çfarë do shohë veprimi. Do thotë përveç se tani kjo është në supozim apo mos ta quaj spekulim, përveç se nëse presidenti Osmani ka shkopin magjik dhe ka edhe përkrahjen edhe Iman Mshel, liderët politik aty dhe i detyron që të kapërcejnë dhe të bëjnë kapërcimin si që është bë me pjesën e parë, tentativën e parë për të bërë betimin. Dhe kjo natyrisht që nënkupton ndikimin e zyrës së madhe në Dragodan. Pra, po pret që të ketë ndërhyrje edhe nga Dragodani, apo? Po pres, mendoj që pa një ndërhyrje nga Dragodani, autoriteti i presidentës Osmani në relacion me gjetjen e zgjidhjeve apo bindjen, sepse si që dim autoriteti ka një 2 forma, 3 forma si që mund të imponohet apo të ofrohet, me pare, me dhunë dhe me bindje. Nuk besoj që presidenti Osmani zgjedh dhunën, nuk besoj dhe nuk mendoj që zonja Osmani të zgjedh parën për t'i blerë. I mbetet autoriteti edhe mendoj që ato do të provoj që t'i bind, autoriteti bindës si presidente ndaj liderëve politik. Si i tillë nuk mendoj që mund presim që kazëm një PDK e cila apo një AK apo edhe LDK e cila e ka nënshmu për çmu, e ka etiketu presidentën si notere, si asistente ekzekutive të kurtit dhe vetëvendosjes për vitet e tona, brenda notës ndryshon edhe i bindet autoritetit moral etik